Në ndërkohë, e përmendit pak më herët që disa prej simptomave shkaktarëve trajtohen me antibiotik, disa prej gjendjeve jo. Një pyetje që ndoshta e bojnë edhe pacientit nga padituria, sepse aq sa dim edhe mund të pyesim. Një barkëqitje dhe një e vjellur, kur merr edhe antibiotik, ne gjithë e dim që antibiotiku automatikisht e shkakton edhe më shumë barkëqitjen. Si menaxhohet pastaj kjo një barkëqitje ku jepet edhe antibiotik? Në mënyrë përmendshme nuk duhet trajtohet kurrëse, për arsye se nëse është infeksion viral, atëherë antibiotiku vetëm e përkeçson, për arsye se kemi shpjeguar që në zorën tonë ekzistojnë disa bakteri të mira, edhe ai i shkatron ato antibiotiku, edhe mas andeja u liron vendin një 2 mikroorganizmave tjerë që i kemi C, Candidës edhe Clostridium difficile. Pastaj një infeksion i thjesht viral që ka mujt me kalu vetëm me rejidrim probiotik edhe langje na ka lënë në një infeksion të rënë bakterial ose me kandid që me mund me vazhdu trajtimi. Kështu që duhet me pas kujdes, sepse me pas kujdes antibiotiku ka kundër efekte, atë sa ka edhe efekte. Dhe me thonë, këta e kemi diskutuar edhe në emisionet e kaluara. Jemi në vitin 2025, na duhet të synojmë të bëjmë mjekësi të shkakut. Na nuk e trajtojmë pasojën, po e trajtojmë shkakun. Kur e trajton shkakun, simptomat zhduken vetë. E jo për çdo simptom me dhonë ka një medikament, mas andej organizmi e ka vështirë me luftue.